Pejgamberi alayhi salam me një hadis të tij thot: "Men qale hina yasma'u al-mu'adhdhina raditu billahi rabbin ila akhir al-hadith ghufira lahu dhanbuhu." Kush e dëgjon ezanin dhe në fund të ezanit thot: "Jam I kënaqur me Allahun si Zot, me Muhamedin si pejgamber, me Islamin si fe, Allahu xhallashanuhu ja fal mëkatet e atij robi." Dikush mund të thosë se hoxha efendi shumë të lehtë janë me këtë gjë, por halli janë të lehta, por shejtani na çon që thjesht mos I kuptojnë, mos I përjetojnë këto fjalë. Nderuar I vëlla, çdo dhikr duhet të përjetohet me zemër, nga se sa më tepër që I përjetojmë me zemër, aq më tepër na lidhin me Allahun xhallashanuhu dhe aq më tepër na japin kënaqësi në jetë. Me një hadis tjetër thot Muhamedi alayhi salam: Zoti im më bën që të jem I kënaqur me caktimin tënd. Më bën të dua atë që ti e ke caktuar ta vonosh. E më bën të dua atë që ti ke përcaktuar ta shpejtosh edhe unë ta dua një gjë të tillë. Respektivisht, nëse ti ke caktuar që një punë që unë e dua ta vonosh për më vonë, atëherë më bën që në këtë punë dhe këtë ndjenjë të jem I qetë dhe I kënaqur me ti. Dhe e kundërta e saj, nëse një punë dëshiroj ta vonoj, por ti ke përcaktuar që ajo punë të përshpejtohet, më bën që edhe në këtë situatë të jem I qetë. Një person ju paraqit Muhamedit alayhi salam dhe I tha: "O I dashur I Allahut, më tregon një punë më të mirë për mua." Tha: "Beso në Allahun xhallashanuhu, beso në pejgamberin alayhi salam dhe lufto për të ngritur fjalën e Allahut xhallashanuhu mbi fjalë të tjera." Tha: "O I dashur I Allahut, më tregon një vepër tjetër që është më e lehtë se kjo." Tha: "Asnjëherë mos u anko tek Zoti xhallashanuhu dhe mos e akuzo Zotin xhallashanuhu për gjendjen tënde."